Një javë të mbarë të gjithëve, sot është të hënë dhe do përgatisim një super supë që ta nisim javën ashtu siç duhet. Unë jam shumë përtas dhe u rrit ditët e hënës se duhet me u zgjuar, duhet me ju rikthy rutinës me shku në universitet, në punë, o zot. Por gjithmonë e marr shtruar se ç'a të bësh, janë gjëra që duhen bë. Pastaj nuk e marr vesh sa shpejt ikën e shtuna dhe e diela, ajo fundjava kalon shumë shpejt. Si dita e parë e javës që është sot dita e hënë, shumë për jush që i shikoni këto videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Po ju çfarë keni plan për të gatuar sot? Si do ja vini emrin darkës? Shkruani në komente se do t'i lexoj të gjitha komentet. Çat gatuaj sot, s'po më vinte asnjë ide në mendje, thash po bëj një supë të shpejtë se na ngopet e barkun edhe është e shëndetshme. Kështu që thash po bëj më mirë një supë me domate, patate, karrota edhe pul. Gjithmonë kur e përgatis të supën, i vendos të gjithë përbërësit të zjenjtë te tenxhera me presion për 30 minuta, pastaj e nxjerr pulën në një pjatë tjetër, e coptoj në këtë mënyrë kështu. Pastaj gjellën që është te tenxhera, kam qef ta bluaj me këtë makinerinë që ta bëj supën pure. Më pas e shtoj pulën që kam coptuar në tenxhere dhe supa është gati. Më besoni që nuk ka supë që bëhet kaq shpejt, kaq lehtë edhe që del super e mirë. Të supën gjithmonë kam shumë qef ta shoqëroj me një bukë të thekur me pak vaj ulliri dhe është çfarë të hash. Faleminderit shumë që ndoqët videon, shifojmë videon tjetër. Ciao.